planifikoni një udhëtim dhe nuk dini ku ta lini veturën gjatë ditëve që do të jeni jashtë vendit, parkingjet në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës janë zgjidhja ideale për udhëtarët që duan siguri, lehtësi dhe çastje të shpejtë në terminal. Në këtë storje, menaxheri i pjesës së parkingut Izet Mustafa do të na tregojë procedurat e thjeshta se si mund ta parkoni veturën tuaj për disa ditë pa stres. A mundesh më na tregu çysh funksionon aeroporti i Prishtinës sa i përket parkingut? Së pari njoftojmë se funksionimi i parkingut na funksionojmë 24 orë për çdo ditë. Me rritjen e numrit pasagjerave, është rritë edhe kërkesa, për zgjerimin dhe rregullimin edhe më tepër të infrastrukturës në veçanti të parkingut. Ne me investimin cilën e kemi bërë, kemi arritur në 4082 vende, duke përfshirë këtë parkingun komercial, parkingun e rentave edhe parkingun e stafit, taksive dhe parkingun e personave me aftësi të veçanta. A ka informacione të mjaftueshme sa i përket parkingut? Po, janë informacione të mjaftueshme, përmes tabelave informuese, si këto dy ana të mëdha cilat shihen, po ashtu edhe për tek secila barierë veç, i kanë informatat e mjaftueshme. Njëjtën kohë kemi edhe tek zyra e pagesave. Po njëjtën kohë i rekomandojmë që gjithë qytetarët, nëse ata dëshirojnë të qëndrojnë më tepër se 3 ditë, atëherë të afrohen tek zyra e pagesave, ku aty munden mu informue. Për arsye se nëse nuk informohen për parapagimet, atëherë tarifa do të kalohet çdo 2 orë, kështu që kanë një kosto më të madhe. Pra, do të thotë që qytetarët, nëse kanë me qëndru për disa ditë më shumë, duhet me u lajmëru gjithçysh përmes me shku tarifa më e lartë. Por me marrë ofertet e parapagimeve, që kemi 5 ditore, 7 ditore e më tutje, atëherë ata duhet më informue. A mundesh më na tregu çysh funksionon procedura e parapagimit? Procedura e parapagimit, klienti duhet të ofrohet tek zyrat e pagesave. Dhe nëse qëndron 5 ditë, atëherë pagesa është 26 euro. Nëse qëndron 7 ditë, është 36 euro. 15 ditë 60 euro. E më tutje, janë ofertat e parapagimit. Nëse nuk i shfrytëzon këtë parapagim, atëherë ka më ardhur të një tarifë e cila çdo 2 orë llogaritet tutje. A do të ketë ndonjë risi në shërbimin e parkingut? Po, në këtë vit është planifikuar, sikurse në gjitha aeroportet, ta kemi edhe një dalje e cila do të quhet Kiss and Fly, dhe kjo do të vlen për një kohë prej 0 deri në 10 minuta, pa pagesë. Personat cilët dëshirojnë të qëndrojnë më gjatë, atëherë do të faturohen me një faturë apo një tarifë e cila do të jetë e informuar me hapjen e kësaj pike. Thamë se 0 deri 10 minuta, këto është pa pagesë dhe dalën mund ta bëjnë nëse janë brenda limitit kohor, cilën nuk e kanë kaluar 10 minuta, këta nuk kanë nevojë mund të ndalu të asnjë pikë e pagesës, për arsye se etiketën cilën e kanë marrë, ja mundson hapja e barierës. Kurse ata cilët kanë qëndruar më gjatë se 10 minuta, atëherë i kemi pikat e pagesës. Ajo që është cekur atje tek sporteli përballë terminalit, njëjtën kohë edhe pagesa automatike e cila do të aktivizohet me hapjen edhe kësaj pike. A ka ndonjë risi tjetër sa i përket të daljeve nga parkingu i aeroportit të Prishtinës? Po, risia është se deri në vitin 2025 kemi funksionu me 4 dalje, tash kjo mbrapa me qysh po shifet, janë hapur edhe 2 dalje të reja, dhe në total qytetarët e Kosovës kanë përfituar 7 dalje duke llogaritur edhe daljen Kiss and Fly para terminalit, që ju është lehtësue dalja sa më shpejt, më komode, nga hapësirat e parkingut.